Mirë, po pranojmë edhe telefonatën e parë personate. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Rahmetullah. Mirë, vllazën dhe hoxhin nderuam. Valla hoxhëm ki kthy për 45-6 vjet përmas me vdekjen e fëmijëve. Shumë ma kelkun zemrën. Dhe desha me vetën 4 fëmijë kanë ndek, djel. 1-2 vjet e gjys, 1-2 muaj, 1-2 orë pa mle, dhe që këj modhi që ma ka ka më shkrinë, ma ka qitë saqen që ma murën shkrit 26 vjet, dhe që sholla për raheret. E valla, thajqen halku kërvishe me më pakra, mua dhe jo nuk i desin fëmija të jurt, me të vërtet lejke një, u ma shajke njeri rria tek. Ama që kem fleshni që më ka shmu 26 vjet, veç Allah i pak se pagu kriminalin. Edhe desha një pytje me të pyt, para 2 jave u vanova një gjysore për falë i këndin. E kam vi pej aty që kesh me net, e njeva e zone, në nalja për një qatë, po kër e ktheva krytje të nëne, pash një njeri ka falët në tukë, me këfusa pasogje. Ta shvete djave la, po ka mu falë pasogje dhe me këfusa, nuk kum ditë këta, ka lofshet mirë, natën mirë, selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah, natën e mirë dhe juve, faleminderit shumë. Dhe Allah i mëshiroft dhe u bashkoft në xhenetit Firdaus, dhe unë kompenzoft inshallah me fëmijë, edhe në atë botë. Hoxh na preki paksa kjo pjesa e parë, por 4 fëmijë tha. Allah e shpërbleft këtë nanë të aty në fëmijëve. Po shpresojmë shumë të Allah që Allah do të paguën ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ata fëmija e vegjël që kanë vdek ditën e Kiametit do ta kapin nanën e vet për dorë. Dhe do t'i thënë Allahut, na nuk shkojna në xhenet pa ardhur nana jonë. Inshallah ti je prej aty në ja Rab. Pastaj me sabrën e mëdurimin që e ke ba, Allah të shpërblen ekstra. Allah thot, innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me të vërtetë Allahu i shpërblen durimtarët pa hesab. Allah të pas ka sprovu shumë, po edhe një mëse arra. Allahu Gjeleshanu ja pat falë Muhammedit a.s. 7 fëmijë. 6 për tyre i kanë vdek sa kanë qenë gjallë pejgamberi a.s. Domthon, Allahu ja ka falë Muhammedit a.s. 7 fëmijë, 6 për tyre i kanë vdek sa ka qenë gjallë Muhammedit a.s. Andaj, kjo është sprova Zotit, të të bëjë sabër në durim edhe me shpresu shumë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Që më të shpërbly edhe po besoj fuqishëm që Allah do të shpërblen ditën e Kiametit. Urojmë. Sa i përket falës pas së gjade, domethënë pejgamberi sa më ka thënë se më është bërë mua toka mesjiden wa tahura, vend falje edhe tahur me marrë temum me te. Domethënë ban më falë në tokë pa segjade, nuk ka problem. Po normalisht me qitë segjade është ma mirë, se nuk bash me plon, nuk bash me dhej, e kështu me radhë. Por ban më falë pa segjade. E dyta, ban më falë edhe me këpus. Na për shembull kur shkojna me falë namazin e xhenazës, zakonisht kur i falmi të këvarët, nuk zbathemi. Edhe është namaz, edhe 5 kohë të namazit e namaz. Domthon ban më falë pa segjade, dhe banë më falë me këpusa. Allah të rritë.